Po e filloj me Borën, tani edhe pse ti je njohur më shumë se sa mbase dy tjerët, plus që je vetmja këtu që u bërë edhe meme. Shpesh herë, jo vetëm një herë. Unë po ta kaloj fjalën edhe se e ribën dhe një prezantim të vetvetes nuk më keq se mund të ketë plot nga ata që na ndjekin që nuk din kush je ti, nga vjen edhe ç'ne u katapultua kjo vajzë që e njohëm si meme. Përpas deputetit që duam, ndërkohë kisha fituar një mundësi shumë të mirë me ADF-n për të shkuar në Amerikë dhe isha midis dy, si ja u kam thënë këtë më herë. Nuk kam dëgjuar këtë, kjo është e re. Isha midis dy mundësive për të zgjedhur një jetën time dhe kur pas deputetin që duam, ndërkohë kisha pas një dëshirë ndoshta të hershme për politikën, por sigurisht nuk e besova. Thash, okay, këta do marrin po të njëjtët njerëz që janë pjesë e partisë, do marrim po ato personazhe që ne kemi parë nëpër televizione dhe nuk besoj që do jetë e hapur për dikë si puna ime që përveç se kam votuar dhe besuar të Partia Socialiste, nuk kam qenë herë në mbledhje partie, sepse kjo ishte e vërteta. Por ndërkohë dhe aty ma kthyet mendjen, edhe kur mora telefonatën nga Partia Socialiste që më thanë, okay, ti do vish, do bësh një video, do jesh pjesë e kësaj platforme, me thënë drejtën u impresionova dhe thash, okay, Shqipëria po ndryshon, Shqipëria po shkon aty ku unë kam besimin që Shqipëria mund të shkojë. Dhe filloi një rrugtim shumë i gjatë, një rrugtim me shumë sfida, me shumë baltë, ju e thoni shpesh dhe keni shumë drejt për pjesën e baltës. Nuk e di çfarë s'kam dëgjuar për veten time, çfarë s'kam parë për veten time. Mendoj jam njëri shumë i forcët pas gjithë sfidave që kam parë të thëna për mua, edhe faktin që në Shqipëri fatkeqësia më e madhe është që kur ne themi gjithmonë që duam të rim politik, po momentin e parë që na del një rim politik, themi si ta hedhim poshtë dhe si ta ulim. Duke filluar ishte me faktin që mua më ka ngelur ende në mendje kjo. Thanë, kjo është vajza që sa është kthyer nga Anglia. Ndërkohë që unë kisha 8 vite që punoja në Shqipëri. Edhe ja them gjithmonë njerëzve, sot jam 35. Kështu që kam shumë vite që jam këtu, që kontribuoj dhe që jap me sa kam mundur atë inputin tim për ta bërë vendin sado pak më të mirë.